Partia Socialiste ka nisur nga devolli prezantimin e listës së kandidatëve të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit. Drejtuesi politik i Qarkut Korç ka folur rreth 2 kandidaturave që janë përzgjedhur nga kjo zonë. Gjatë fjalës së tij, Niko Peleshi ka përsëritur hapur se Partia Socialiste në Korç lufton për 7 mandate dhe kjo do të jetë betejë e këtyre zgjedhjeve. Së pari unë do bëj sot në devoll prezantimin e parë të 2 prej kandidatëve për deputet të listës sonë. Lista jonë ka 13 kandidat, 3 në pjesën e mbyllur edhe 10 në pjesën e hapur. 2 djemë të jashtëzakonshëm të shkëlqyer të devollit janë një në listën e mbyllur dhe një në listën e hapur. Ne sot jemi 6 deputet dhe në garë të paktën unë, po dhe Partia Socialiste dhe kolegët e mi nuk kemi hyrë ndonjëherë për barazim. 6 është barazim, 7 është fitore. Padyshim fitore jo e lehtë, është një diferencë prej 4 mandatesh me opozitën, por ne do ta synojmë dhe do punojmë me këtë objektiv. Edhe nuk jemi shumë larg për së vërtetës, marr parasysh edhe faktin që këtë herë për herë të parë kemi dhe votën e diasporës, ku jam i bindur që kur të hapen kutit, ne do të kemi një avantazh të konsiderueshëm. Peleshi ka shpjeguar gjithashtu arsye se pse ka zgjedhur pikërisht që të jap 2 kandidat kësaj zone të njohur të Juglindjes, teksa nuk ka dashur që të ndalet në gara me kundërshtarin politik. Mund më pyesni se pse kemi zgjedhur që devollit të japim pikërisht 2 kandidat, sepse padyshim ka shumë simbolika brenda. Devolli është një zonë, një krajinë me shumë vlera për qarkun tonë. Mbase është krajina më punëtore në Shqipëri, ka njerëz të shkëlqyer, ka histori, ka traditë dhe meriton që t'i ngrihet koka. Në kuptimin të vlerësohet përmes 2 figurave, 2 djemë të rinj që kanë treguar veten e vet, njëri në punën politike prej disa fushatash dhe tjetri në punën e vet profesionale, po mbi të gjitha në kontaktet me njerëzit. Janë njerëz të mirë të devollit që gëzojnë respekt dhe reputacion për të gjithë dhe padyshim në këto zgjedhje do të japin dhe rezultat. E filloj nga devolli, sepse devolli është një histori suksesi. Devolli Partinë Socialiste nga fushata në fushat, nga zgjedhje në zgjedhje, ka shnuar rritje dhe ne këtu kemi fituar për herë të dytë bashkinë e devollit. Në fund të fjalës së tij, Peleshi ka komentuar edhe deklaratat e bëra më herët nga Ivi Kaso, që kanë krijuar debate të shumta në lidhje me raportin fetar në listat e Partisë Socialiste. Sipas Peleshit, këto deklarata për te i kraut politik vijnë nga importe që nuk kanë fare lidhje me Korçën.